Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bi hadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun lavdi plot dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, pas një pauze disa javore takohemi sërish në ligjëratat që i mbajmë ditëve të mërkura pas namazit të yatsis. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na mundsoi pra përsëri të takohemi dhe lutim atë që ashtu siç jemi të buar në këtë mezhlis të na të bojë edhe në xhennetin Firdaus. Amin. Ligjërata e sodit është vazhdimsi e ligjëratave të cilat i kemi mbajt për shenjat e kiametit. Kemi arritur tek shenja e 32 sipas renditjes së librit të cilin po e shpjegojmë. Mirë po, pasi që u bë një pauzë gjatë, deshta që ta bëjmë një retrospektiv të shkurt. Më thonë, para se ta sqarojmë shenjën 32, t'i kthejmë disa rregulla kryesore që i përmendëm, do më thonë në fillim, në lidhje me kuptimin e shenjave të kiametit. Ti ripërsëritim, do më thonë, disa gjëra. Gjëja e parë që dysha ta përsëritis bashku me ju është në lidhje me rëndësinë e shenjave të kiametit. Dikush mund të mendojë se këto janë prej gjërave jo edhe aq primare, do më thonë kur i shtjellojmë në shenjat e kiametit, kur flasim për ato, dikush mund të mendojë se këto nuk janë gjëra esenciale. Mirë po ai gabohet, nëse ka këtë mendim gabohet, sepse shenjat e kiametit, siç e potencuam në dersin e parë, ndërlidhen me besimin ditën e gjykimit. Ndërlidhen me besimin ditën e gjykimit, pra janë prej çështjeve bazë esenciale të fesë tonë. Nuk ka mundësi që njeriu të besojë ditën e gjykimit dhe t'i mohojë shenjat e kiametit. Sepse disa prej tyre Allahu i ka përmendur në Kur'an dhe shumë tjera janë përmendur në hadithe mutawatir, do të thonë të shumë hadithe të njohura që i kanë transmetuar një numër i madh i sahabëve. Disa të tjera janë transmetuar në hadithe të sakta, edhe pse nuk janë mutawatir, dhe edhe ato pranohen. Andaj këto janë gjëra esenciale të fesë tonë dhe prej argumenteve më të mëdha që tregojnë këtë realitet është hadithi i Xhibrilit. Në hadithin e Xhibrilit, Xhibrili a.s. erdh që të pyet për gjërat esenciale, bazë të fesë. Pyeti për 6 shtyllat e besimit, pyeti për 5 shtyllat e islamit, edhe pyeti për ihsanin. Ihsan do me thonë të adhurosh Allahun sikur se e sheh, sepse edhe se ti nuk e shehat, duhet ta kesh parasysh se ai gjithmonë të sheh ty. Këto janë gjëra esenciale të fesë tonë. Dhe çka përmendi në fund Xhibrili a.s. tha, tregon për kiametin. Edhe si përfundoi biseda e kiametit, përfundoi me 2 konkluza. Konkluza e parë se kur do të ndodh nuk e din askush përveç Allahut të lartësuar. As Muhamedi a.s. as Xhibrili tha nuk e di këtë çështje, tha Muhamedi a.s. As unë e as ti si pyetës nuk e din këtë çështje. Edhe konkluza e dytë çka ishte? Na drejtojnë kohjen e duhur pejgamberi a.s. Ne si musliman kohja jonë është ka shenjat e kiametit dhe i përmendi shenjat e kiametit. Disa prej shenjave të kiametit, jo të gjitha, mirë po i përmendin hadithin e Xhibrilit. Dhe në fund hadithit Xhibrilit tha etakum yuallimukum dinakum. Ky ishte Xhibrili, erdh që t'u mësoj juve fen tuaj. Do të thonë krejt fen tuaj e ka përmbledh Xhibrili në këto pika. Pra shenjat e kiametit janë të rëndësishme dhe duhet t'u jepet rëndësi, sepse janë pjesë e besimit ton, pjesë e akides ton, pjesë e besimit ton, dhe sidomos në kohën e fundit shumë veta kanë devijuar në këtë aspekt dhe ju kanë dhënë shtrembrime në kuptimet e tyre, pra shenjave të kiametit. Andaj është mirë dhe e obligueshme që t'u japim rëndësi. Pika e dytë, dhe këtë e dini të gjithë ju, se ato ndahen të vogla dhe në të mëdha, shenjat e kiametit. Shenjat e vogla thonë ndodhin, ndodhin dhe vazhdojnë ndodhin, mund ndodhin disa herë dhe nuk janë shumë të mëdha, do me thonë që u bien sy të gjithëve. Disa i vrejnë, disa nuk i vrejnë.
ndërsa shenjat e mëdha do të ndodhin prag të kiametit. Dhe ato do t'i vrejnë gjithë njerëzit. Nuk ka mundësi, qoftë i din, nuk i din, qoftë besimtar, qoftë qafir, do t'a vrej. Kur do të lind dielli nga perëndimi për shembull, nuk ka mundësi që mos t'a vrej. Këto janë shenjat e mëdha. Dhe ato janë 10 të cilat i ka përmend pejgamberi alayhis salam kur ka thonë njehi 10 gjëra para kiametit, tek të cilat do të arrijmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pika e tretë që doja ta potencoj, domethënë lidhje me shenjat e kiametit para se të vazhdoj me shenjën e radhës, është se nuk do me thonë se nëse një shenjë, nëse diçka është shenjë e kiametit, nuk do me thonë se patjetër të jetë negative. Nuk do me thonë se patjetër të jetë negative. Mund të jetë shenjë e kiametit edhe është pozitive, madje prej gjërave më pozitive që ju ka ndodhur ndonjëherë njerëzimit, siç është dërgimi i pejgamberit alayhis salam. Dërgimi i pejgamberit, risalja e pejgamberit, do me thonë dërgesa e tij tek njerëzit, është prej shenjave të kiametit, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam. Mirë po, a ka ndonjë njeri me mend në kokë që thotë se kjo është diçka negative? Andaj jo çdo herë, për shembull, duhet të argumentohemi, themi shenjë kiameti dhe të kemi për qëllim negativ. Shenja e kiametit nuk është në proporcion barabartë me negativitetin. Ka shenjat kiametit që janë të mira dhe ka shenjat kiametit që janë të këqija. Dhe ka shenjat kiametit që janë as të mira as të këqija. Nuk janë gjëra të pëlqyera të mira, po as nuk janë harame. Edhe këto ka edhe të tilla. Andaj vetë fakti pse diçka është shenjë kiametit nuk do me thonë automatikisht se është e keqe dhe automatikisht se duhet të luftohet. Asesi, për këtë shkak këto gjëra duhet t'i kemi parasysh gjatë të gjithë derseve që i themi dhe që i dëgjojmë për shenjat e kiametit. Tash do të vazhdojmë me shenjën e radhës, e ajo është shkuarja e njerëzve të mirë. Më herët e kemi potencuar vdekjen e dietarëve. Dhe ata janë ajka, kajmaku i njerëzve të mirë. Mirë po ashtu shenjë tjetër është edhe vdekja e njerëzve të mirë, apo paksimi i njerëzve të mirë. Dhe kjo ka dallim, nuk është patjetër pse është i mirë të jetë dietar. Thjesht është musliman i mirë, edhe këto përveç dietarëve edhe këta njerëz do të paksohen para kiametit. Do të paksohen para kiametit. Dhe hadithet për këtë janë të shumta. Njëri prej tyre është hadithi që transmeton Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Amr ibn Asi radhiyallahu anhuma, ku pejgamberi alayhis salam thot: la takumu sa hatta ya'khudh Allahu sharitatahu. Nuk do të ndodh kiameti derisa Allahu t'i merr të zgjedhurit e vet. Sharitatahu, siç e sqaron ky dietar, thot ehlul khairi wad din. Me këtë fjalë është për qëllim njerëzit e hajrit dhe të fesë. Nuk do të ndodh kiameti, po thot pejgamberi alayhis salam, derisa Allahu t'i merr këta njerëz. Më thonë me vdekje, me fatkeqësi e kështu me radhë, apo me shahidllok gjatë luftrave, ndodhin luftrat përgjakshme dhe njerëzit më të mirë vdesin. Do të thonë si shahida. Kryesorja para kiametit Allahu do t'i ngrit njerëzit e mirë, do t'i merr njerëzit e mirë. Pastaj çka do të ndodh? Fejeb kafiha u gjagje. Dhe do të ngelin njerëzit e ulët, njerëzit pa moral, pa fe, pa iman, pa nder. Më thonë do të ngelin njerëzit e ulët, të pandershëm, të cilët cilësi e tyre është se nuk e njohin të mirën dhe nuk ndalojnë nga e keqja. Nuk din të bëjnë dallim mes mirës të keqes. Çdo gjë për to është në rregull. Nuk ka domethënë bardh edhe zi, nuk ka diçka që veprohet që nuk veprohet. Por derisa i adon epshi ai e vepron. Nuk i intereson domethënë se është e mira e keqe. Nuk i intereson se a dënohet a shpërblehet. Domethënë nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Këta njerëz para kiametit do të ngelin. Dhe siç e përmend pejgamberi alayhis salam në hadith tjetër, mbi këta njerëz do të ndodh kiameti. Mbi këta njerëz do të ndodh kiameti. Dhe këta njerëz do të shkojnë për shkak të fatkeqësive apo luftrave të këqija. E pse do t'ju ndodh kjo njerëzve të mirë? Këtë pyetje e ka bërë, domethënë Aisha radhiyallahu anha, e cila e ka pyetur pejgamberin alayhis salam kur i ka treguar pejgamberi alayhis salam se do të ndodh kjo, se do t'i kap, domethënë fatkeqësia muslimanët, e ka pyetur dhe i ka thonë
e nuhlek wa fina salihun. A do të shkatrohemi duke pas në mesin ton njerëz të mirë? Është habit Aisha, si ka mundësi? Ka njerëz të mirë dhe ka ditë se do të ketë njerëz të mirë deri para kiametit. Mirë po pejgamberi alayhis salam i ka thonë se nuk është patjetër kusht që prezenca e njerëzve të mirë të mbrojë prej fatkeqësive. I ka thonë nam idha kathura al-khabath, po do të shkatroheni kur do të shtohet shumë e keqja. Dikush mund të thojë pse ndodh diçka në botën islame ose në vendet islame, për fat keq kjo ndodh sepse të këqit janë shumicë. Për fat keq, edhe në mesin e muslimanëve. Merre shikoje sa përqindje prej tyre falin namaz. Bënë një statistik, sa ka njerëz edhe prej atyre sa ka xhamia, do me thonë përqindja e banorëve me xhamia nuk mjafton as se si. Nëse një vend i ka 100.000 xhamia, 10 xhamia nuk mjaftojnë. Dhe xhamia po foli për standardit ton, të cilët nuk i zonë ndoshta 1.000 veta i zonë ajo. Pse nuk mjaftojnë? Sepse proporcioni sa është, do me thonë një xhami me 10.000 veta. Nuk mjaftojnë dhe xhamia në një vend ku ka 100.000 njerëz. Kjo tregon në start se këta janë të mangët këta njerëz. Pse? Sepse në krahasim me numrin e banorëve xhamia ka shumë pak. E dyta, shikoj xhamia, sa ka xhamat. Kjo do me thonë një minus tjetër që nuk është më i vogël si minusi i parë i mungesës xhamiave, plus minusi tjetër është mungesa e xhamatit brenda xhami. Kjo tregon se shumica e muslimanëve për fat keq nuk janë si duhet. Andaj pse vijnë fatkeqësit, pse mbisundon armiku, pse vetë i kena fajt. Do me thonë vetë jemi fajtor të gjendjes sonë të keqe dhe pejgamberi alayhis salam na ka tërheqë vërejtjen prej kësaj. Ka thonë nam do të shkatroheni idha kathura al-khabath. Kur do të përhapet e keqja dhe do të mbisundojnë vendin tuaj, atëherë ju do të shkatroheni. Edhe pse ka në mesin tuaj njerëz të mirë. E tash dikush mund të pyes çfarë do të ndodh me njerëzit e mirë. Njerëzit e mirë nëse kanë urdhëruar nga e mira dhe kanë ndaluar nga e keqja, do t'i kaplojë e keqja, mirë po nuk do të dënohen në ahiret. Kjo sprov do të jetë ngritje për derexhet e tyre. Për shembull, çka është duke ndodhur në shumë shtete muslimane, pa i emërtuar ju e dini për ku e kam qëllim, siç është në Siri apo në Mali apo dikun tjetër, domethënë, kjo çka është u ndodh. Tash a kanë ato vend njerëz mirë? Padyshim se ka. E pse Allah e ka lejuar që i keqi t'i mbisundoj, domethënë t'i dëmtoj, t'ju bëj keq, t'i vraj? Pse ka leju Allah? Pse të këqit janë shumicë në atë vend, për fat keq. E tash këta njerëzit e mirë që kanë qelluar aty, këta Allahu u arrit derexhet. I merr shahida, i çon xhenet pa llogari e kështu me radhë. Nuk hupin njerëzit e mirë, po në këtë botë i kaplon e keqja për fat të keq, sepse është shtuar shumë e keqja. Andaj shumë prej nesh, nuk them për ne këtu që jemi, po për muslimanët në përgjithësi, shpeshherë bëjmë pyetjen pse muslimanët janë këtë gjendje. Ndërsa përgjigjen e ka dhënë Allah subhanahu wa taala në Kur'an para 1400 vjetëve. Ka thonë kul huwa min indi anfusikum, thuaj ju jeni fajtor për këtë gjendje. Ju jeni fajtor për këtë gjendje. Mos praktikimi juaj i fesë tuaj është fajtor për këtë gjendje. Mos e fajsoni Allahun subhanahu wa taala, se ndihma e Allahut ka kushte. Ndihma e Allahut ka kushte për t'i plotësuar. Allahu nuk ja jep ndihmën e tij popullit fasik, popullit zullumqar, popullit të zhytur në mëkate, të zhytur në lënjet namazit, të zhytur në kamat, të zhytur në zina, të zhytur në pirje të alkoholit, të zhytur në bixhoz. E lloj mëkate tjera që janë futur thellë në shoqëritë e muslimanëve. A nuk janë realitet këto? Janë realitet. E s'ka mundësi që Allah këtij populli që është këtë gjendje t'ia jap fitoren. Nuk ka mundësi. Domethënë faji është prej vetë muslimanëve. Shenja 33 prej shenjave të vogla të kiametit, e cila është ndërlidhur me shenjën para kësaj, është ngritja e njerëzve të ulët. Tash njerëzit e mirë do të paksohen, do të shkojnë, do të vdesin, do të zvoglohet numri i tyre. Çka do të ndodh pas kësaj? Udhëheqësit, vendet kyçe në shoqëri do t'i marrin njerëzit e ulët. Njerëzit të cilët nuk kanë emanet, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, do me thonë nuk e kryen me besnikëri detyrën e cila do t'ju jipet. Kjo është para kiametit.
se udhëhecit e muslimanëve, udhëhecit e krejt botës në përgjithësi dhe të muslimanëve në veçanti do të jenë prej zullumqarëve. Thot pejgamberi alayhis salam, innaha satati ala an-nas sanawat khudaat, do t'ju vinë njerëzve vite mashtruese, i ka quajtur pejgamberi alayhis salam. Yusaddaku fiha al-kadhib, gënjeshtari do të vërtetohet apo do t'i besohet gënjeshtarit. Wa yukadhabu fiha as-sadiq, dhe do të përgënjeshtrohet i vërteti, i sinqerti, ai që e thot vërtetën do të përgënjeshtrohet. Ndërsa ai i cili gënjen ashiqare do të besohet, do t'i besohet atij. Dhe në këtë ndikon padyshim se ai do t'i ketë mjetet e ndikimit në shoqëri, domethënë mediumet e kështu me radhë, për këtë shkak edhe pse është gënjeshtar, fjala e tij do të besohet dhe do të dëgjohet. Plus pas kësaj thot do t'i lihet emaneti tradhtarit. Domethënë përgjegjësia e shoqërisë do t'ju lihet në dorë tradhtarëve. Wa yukhawwanu fiha al-amin, ndërsa besnikut nuk do t'i lihet në dorë asnjë përgjegjësi. Wa yantiku fiha ar-ruwaybida, dhe do të flasin për njerëzit, për gjendjen e tyre, do të flasin ar-ruwaybida, i ka quajtur kështu pejgamberi alayhis salam. E pyetën shokët e tij, çka janë këta ruwaybida, domethënë se edhe në gjuhën arabe kjo fjalë është e rrallë, saqë disa prej shokëve nuk e kuptuan. I thonë çka janë këta? Thot pejgamberi alayhis salam, as-safih yatakallam fi amri al-ame. Me këtë thot e kam për qëllim mendjelehtin i cili flet për çështjet e mëdha, çështjet e popullit. Ai realitet është mendjeleht. Si avlen as në aspektin akademik, as në aspektin profesional, as në aspektin e besrikris, nuk ka për atë vend. Mirë po ja që e ka zonë atë vend. Edhe tash, edhe pse është i tillë, mendjeleht, nuk është i aftë, as akademikisht, as në aspektin e besnikris, e as në aspekte tjera, përsëri ai flet, do më thonë për çështjet e popullit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë se kjo është prej shenjave të kiametit. Dhe në përgjithësi, shenjat e kiametit janë, do më thonë, e kundërta e gjërave. Do të ndodh çrregullim. Më thonë, ajo që është esenca do të ndodhe kundërta. Esenca tek njerëzit është që të besojnë. Prej shenjave të kiametit është e kundërta. Esenca tek njerëzit është që ta zgjedhin për udhëheqës më të drejtin, më besnikun e kështu me radhë. Prej shenjave të kiametit është se do të ndodhe kundërta. Esenca tek njerëzit është t'i respektojnë prindërit, t'i respektojnë madhvjetrit, t'i mbajnë lidhjet familjare. Prej shenjave të kiametit është se do të ndodhe kundërta. Prishen lidhjet familjare, nuk respektojnë prindërit e kështu me radhë. Do të thonë kjo është rregulla e përgjithshme që me cilët mund t'i cilësosh të gjitha shenjat e kiametit. Ajo është, do të thonë, kthimi i gjërave ka e kundërta. Kthimi i gjërave në të kundërtën e tyre. Do të thonë nuk janë gjërat në atë gjendje që duhet të jenë. Kjo i përfshin të gjitha shenjat e kiametit. Shenja e 34 prej shenjave të kiametit është dhënia e selamit vetëm atyre që i njeh. Dhënia e selamit vetëm atyre që i njeh. Esenca e selamit tek muslimanët është se çdo njeri të cilin e shef dhe e din se o musliman t'i japësh selam. Pa marr parasysh e njeh, a nuk e njeh, a ke marrëdhënie të mira me atë ajo, selamin duhet ta përhapish. Kështu na ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam. Madje ka pas prej sahabëve, siç është Abdullah ibn Omeri, Ebu Hurajra e tjerë që kanë dalë në treg special për ta përhap selamin. Asgjë tjetër. Nuk ka shku për të blejt ose diçka tjetër, jo. Ka dalë treg njeri vetëm për ta përhap selamin. Andaj kur i kanë shku në zënsit në bas, e kanë vrejt. Se ka dalë, ka hin fillim tregut, ka dhënë selam krejt njerëzve, ka dalë s'ka ble kur gjë. Edhe i kanë thonë pse hynë në treg kur nuk blejte asgjë. Thotë kom hi vetëm me niyet që ta përhapi selamin në mesin e muslimanëve. Kjo pra është suneti. Në këtë rast kjo shenja është haram. Nuk mund t'i thuash se është haram, se nuk është vajxhib ta japish selamin, të fillosh me selam, është sunet. Ta kthesh selamin është vajxhib, mirë po ta fillosh nuk është vajxhib.
Andaj mund t'i thuash se kjo shenjë është mekruh, do të thonë diçka e papëlqyer, ama jo haram. Andaj nëse e shet dikën që nuk e praktikon, sidomos në kohën tonë është problem, nuk do me thonë se bën mëkat, edhe pse ka hi tek shenja e kiametit për fat të keq. Andaj më e mira, më e pëlqyera, ajo që është mustahab për muslimanin është që ta përhap selamin. Atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh. Kur e shef se i ka shenjat e islamit, jepi selam. Pa marr parasysh a mendon si ti, a nuk mendon si ti. A është në xhamatin tonë, a s'është xhamatin tonë, a e pëlqen hoxhën tonë, a s'e pëlqen hoxhën tonë. Jepi selam vëlla, se ai është musliman. Në mënyrë që mos të kontribojmë në përhapjen të kësaj shenje prej shenjave të kiametit. Shenja e 35 prej shenjave të kiametit është marrja e diturisë prej njerëzve jo kompetent. Do të thonë do të mirret dituria prej njerëzve jo kompetent, prej atyre që nuk janë në xhadën, që thonë dietarët, në rrugën, në autostradën e ehlusunetit. Prej njerëzve që nuk bazohen në shtyllat e islamit, po flasin me filozofinë e tyre, me logjikën e tyre, pa marr parasysh a është në përputhje me fenë e Allahut apo nuk është në përputhje. Pa marr parasysh a është sipas sunetit të pejgamberit alayhis salam apo nuk është sipas sunetit të pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo shenjë ndërlidhet me një shenjë tjetër të kiametit. Do thonë marrja e diturisë prej njerëzve jo kompetent ndërlidhet me një shenjë tjetër. Cila është ajo? Ajo është vdekja e dietarëve, paksimi i dietarëve të hakut. Kjo e ndërlidhë do me thonë këtë tjetrën, se shtohen dietarët e bidatit për fat të keq dhe njerëzit e marrin diturin prej tyre. Thot pejgamberi alayhis salam në hadithin të cilin e transmeton Abdullah ibn Mubareku, do me thonë imami i njohur i madh, Abdullah ibn al-Mubarek transmeton një hadith me senedin e tij, do me thonë me zinxhirin nga Ebi Umeje el-Gjumahi, i cili është prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam radhiyallahu anhu. Se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Inna min ashrati sa thalatha", para kiametit 3 shenja do të jenë. Pejgamberi alayhis salam nuk i ka përmend gjithë shenjat në një hadith. Ndonjëherë ka përmend 2 a 3 prej këtyre, ndonjëherë 2 a 3 prej atyre, domethënë nuk është kusht që një hadith po mblidhen gjitha shenjat. Thot pejgamberi alayhis salam, e para prej tyre është en yultamasal ilm inda al-asagir, që të mirët dituria prej të vegjelve apo prej të nënshmuarve. E kanë pyetur Abdullah ibn Mubarekin, ai është që transmeton këtë hadith, apo Abdullah ibn Mubareki. E tash ata që ishin prezent u habitën, çka është për qëllim me të vegjel apo me të nënshmuar, sepse sagir, do të thonë sagir përdoret gjuhën arabe edhe i vogël në aspektin nuk i vlefshëm, po edhe i nënshmuar. E sagir përdoret edhe për nënshmim. E kanë pyetur çka është për qëllim me këta njerëz, do të thonë, a është i vogël në trup apo çka është për qëllim, a është i ri në moshë apo çka është për qëllim? Ka thonë Abdullah ibn Mubareki, alladhina yaquluna bi ra'yihim. E sagir ka thonë janë ata që flasin me logjikën e tyre, me mendjen e tyre. Do të thonë flet me logjikën e tij, nuk bazohet në argumentet e Kuranit dhe të Sunetit. Fa amma sagirun yarwi anhu al-kabir falaysa bisagir. Thot sa i përket atij që është i ri në moshë, mirë po transmeton prej të mëdhejve dhe transmetojnë prej tij të mëdhejt, ai thot nuk është i vogël i cili është për qëllim këtë hadith. Do të thonë i vogël në metodologjinë e tij, se jep përparësi logjikës së tij, e cila është e mangët, e kufizuar dhe ndikuar prej rrethonave të jashtme, jep përparësi kësaj logjike në favor të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo gjë e bën që ai të jetë i vogël, edhe nëse i ka 99 vjet. Edhe nëse dikush i ka 99 vjet, mirë po vjen dhe na i tregon mendimet e Mu'tazilive apo Shiave apo Sufive, ai është i vogël në realitet, sepse po e kundërshton atë që është më i madh se ai. Ndërsa dikush tjetër që është i ri, mirë po transmeton pe Ebu Bekrit, Omerit
prej dietarëve të mëdhej, imamave të katër mëdhëbeve kështu me radhë, të cilat nuk duhet njeriu t'i mohoj, ai nuk është i vogël. Ai nuk është i vogël. Siç ka thënë Abdullah ibn Mubareki rahimahullah. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, po ashtu e ka përmendur këtë realitet, mirë po prej fjalëve të tij, jo si transmetim të pejgamberit alayhis salam, mirë po prej fjalëve të tij. Në këto raste, thonë dietarët, kur fjalët e sahabijut nuk kanë mundësi të mësohen vetëm se prej pejgamberit alayhis salam, atëherë e kanë hukmin e hadithit. Do më thonë e kanë dispozitën e hadithit. Vjen një sahab, një shok i pejgamberit alayhis salam dhe thotë kjo është halal, kjo është haram. Nuk mund dikush ta refuzoj pse ka thonë ai, nuk ka thonë pejgamberi, pse nuk e ka përmend këtë si fjalë të pejgamberit alayhis salam. Nuk ke drejt ta refuzosh këtë hadith të sahabijut, pse nuk e ka përmend pejgamberin alayhis salam në atë rast. Sepse sahabiu nuk ka mundësi të vijë deri te kjo prej vetvetes së tij. Ose çështjet e gajbit, thot do të ndodh kjo shenjë kiametit. Edhe nëse sahabiu nuk thot se ka thonë pejgamberi alayhis salam, kjo nuk kuptohet, sepse sahabiu nuk mund ta di vetë atë gjë. Patjetër se e ka marrë prej pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në këtë rast, Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ka thënë: La yezalu nasu bi khair, do të vazhdojnë njerëzit të jenë në khair, do më thonë në mirësi, sa i përket aspektit të fesë së tyre, ma etahumul ilm min ashabi Muhammed wa min akabirihim. Njerëzit do të vazhdojnë të jenë në khair, sa i përket fesë së tyre, përderisa diturinë e marrin ashtu si duhet, pra prej shokëve të pejgamberit alayhis salam dhe prej dietarëve të mëdhej të asaj kohe. Njerëzit do të vazhdojnë të jenë khair. Thot, fe idha etahumul ilm min kibali asagirihim, dërsa kur të vazhdojnë të marrin diturinë prej dikujt tjetër, duke mos u bazuar në thënjet e të mëdhenjve të këtij umeti, siç është pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij, nëse dikush vjen dhe thot, po s'ka lidhje se ka bëu pejgamberi alayhis salam këtë vepër, ne e bëjmë. Po kush je ti të bësh diçka në emër të fesë? Kush je ti? Parashtrohet pyetja. Siç thon arabët, men ant, kush je ti? Sa që thuash unë. E drejta jote është thuash pejgamberi alayhis salam ose shokët e tij, ose të përmendish në një imam të madh. Ama thuash ne e bëjmë sot tradita jon, po ka dalë vëlla feja jon nuk është, do të thonë e kom pa babën, ndoshta baba jet ka gabu, pa marr parasysh se ti respekton. Nëse e kundërshton veprën e pejgamberit alayhis salam, nuk pranohet. Në këtë rast ky njeri e merr dispozitën i vogël, edhe nëse i ka 70 vjet, nëse thot se unë e bëj këtë vepër, edhe pse se ka bëu pejgamberi alayhis salam, atëherë ky konsiderohet për atyre për të cilëve nuk mirret dituria. Pse? Sepse Allahu na ka urdhëruar vetëm pejgamberin alayhis salam ta pasojmë, askën tjetër. Nuk ka urdhër që të pasohet një njeri i veçantë në Kur'an apo në Sunet përveç pejgamberit alayhis salam. Andaj çdo kush tjetër pasohet nëse është në përputhje me pejgamberin alayhis salam. E tash ignoranti ai që nuk e din, Allah ja falt. Mirë po, nëse dikujt i bëhet e qartë se fjala e filan imamit, filan hoxhës, filan dietarit është në kundërshtim të qartë me veprën, traditën e pejgamberit alayhis salam, obligohet që ta pasoj pejgamberin alayhis salam dhe ta laj fjalën e atij njeriu. Dhe kjo nuk nënkupton që ta shajë atë njeri. Dikush për shembull ju ka bind mendja se mevludi bon. Du të thonë në këtë formë, në këtë ceremoni që e bëjnë. Ne dim qartë se pejgamberi se ka bërë këtë vepër, as shokët e tij. E dim se është shpik 400 vjet pas hijretit. Andaj nuk ka arsye ai që e din këtë që të arsjetoj, ama do më thonë kjo se dëshkësht të asha është jatë, jo. Sepse ai është në atë nivel. Ti mundohu me fjalë të mira që t'ja qartësosh të vërtetën. Mirë po kjo nuk do më thonë se ti duhet të prishish sjelljen tënde, të tregosh me ndje madh, të ashajsh, të bësh gibet e kështu me radhë. Kryesorja ti që tu ka bëjë qartë kjo mesele, mos e bën një vepër të cilën e din se është e shpikur në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është si një shembull aktual, sepse shembujt në këtë drejtim janë të shumtë. Nuk i takon një besimtar i thoj
ani se nuk e ka bë pejgamberi alayhis salam, unë e bëj. Nuk i takon. Nuk i takon. Shenja e 36 prej shenjave të kiametit, dhe me këtë po e përfundojmë që mos zgjatet shumë, është po ashtu diçka aktuale të cilën të gjithë ne e shohim me sytë tonë, është shfaqja e femrave të veshura dhe të zhveshura në të njëjtën kohë. Më thonë janë edhe të veshura edhe të zhveshura. Dhe këto janë hadithet shumëta të pejgamberit alayhis salam këtë drejtim. Mirë po ta sqarojmë se çka do të thonë e veshur e zhveshur në të njëjtën kohë. Ndoshta të njëri prej jush e din, ndoshta dikujt i duket pak si absurde që të jetë edhe e veshur edhe e zhveshur në të njëjtën kohë. Dietarët këtë e kanë komentuar me dy aspekte. Aspekti i parë është se i ka shumë të ngushta teshat. Ajo femër i ka aq të ngushta sa që sikur të ishte e zhveshur. Edhe pse ka tesha, në realitet krejt trupi i vizatohet. Kjo është aspekti i parë i komentimit kësaj, e veshur e zhveshur. Aspekti i dytë është se i ka të i dukshme. Më thonë edhe pse ka tesh, shihet ajo që qëndron pas prapa teshës. Kjo është aspekti i dytë i komentimit këtij hadithi. Më thonë para kiametit do të shfaqen shumë femrat të cilat janë të veshura dhe të zhveshura. Edhe këtë pejgamberi alayhis salam nuk e ka kufizuar tek muslimanët, po ka thonë do të shfaqen disa shenja të kiametit. Pejgamberi i ka kufizuar te muslimanët. Këtë punën e femrave të veshura të zhveshura nuk i ka kufizuar te muslimanët. Edhe kjo është fakt i gjallë, se deri para 50 minimum deri 100 vjet, më thonë relativisht për vendit në vend, nuk ka qenë kjo lakuritësi as të qafirat, do më thonë, as në perëndim. As në botën perëndimore nuk ka qenë në këtë nivel. E mos flasim para 150 vjetëve. Do më thonë, femrat të tilla nuk kanë ekzistuar edhe në botën perëndimore. Dhe mund të shihni ju, do më thonë, ka ndoshta piktura të vjetra, kanë pas fustanat gjatë, kanë bajt sheshir, flas për në perëndim, femrat. Dihet, s'kanë qenë mbuluara si muslimanët, si duhet komplet, mirë po nuk kanë qenë këtë nivel. Kjo ka ardhur pas revolucionit seksual. Pas luftës dytë botnore quhet revolucion seksual, kur faktikisht janë prishme të madhe njerëzit, edhe ka ardhur kjo lakuritësi. Se më herët nuk ka qenë madje as në botën perëndimore. Pejgamberi alayhis salam, ne do t'i përmendim dy hadithe në këtë pikë, edhe me këtë do ta përfundojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Hadithi i parë është pejgamberi alayhis salam thotë se yakun fi akhiri ummati rijal yarkabuna ala suruj ka yashbahi rihal. Do të ketë thotë në fund të këtij umeti disa burra prej umetit tim, do më thonë, në këtë rast e potencon prej umetit ti, thot të cilët do të hypin disa mjete udhtimi që ju ngjasojnë shtëpijave apo shatorave që i kanë vendosur bedevit apo beduinat. Më thonë do të ketë para kiametit mjete udhtimi që i ngjajnë shtëpisë, me të cilat thot pejgamberi do të vinë deri në xhami edhe do t'i lanë para xhamisë ato mjete. Shumë prej dietarëve kanë thonë se këtu pejgamberi alayhis salam aludon në mjetet bashkohore të udhëtimit, siç janë veturat dhe autobusat. Sidomos autobusat hinë 100% në këtë përshkrim. Sepse është mjet udhëtimi mirë, po i përngjan shtëpisë, se është mjet i madh dhe ka hapësirë të madhe. Kjo është diçka tjetër, domethënë. Aspekti që na intereson te kjo pikë është tash pejgamberi po përshkruan gjendjen e grave të këtyre njerëzve. Thot nisauhum kasiyatun ariyat. Gratë e tyre janë edhe të veshura dhe të zhveshura. Dhe kur thuhet nisauhum në gjuhën arabe nuk do të thonë se gruaja, po e përfshin nëna, vajza, tezja, halla, këtë gratë e familjes përfshihen këtë. Do të thonë do të ketë musliman para kiametit që vetë hyjnë në xhami, mirë po familja e tyre, gratë e familjes tyre janë të zhveshura. Janë të zhveshura. Fatkeqësisht ka edhe me shami që vnon shami, mirë po ka
ka vesh tesha të ngushta. Fatkeqësisht, do të thonë edhe kjo ndodh te disa prej muslimanëve, ose ka shami ka vesh fund të shkurt, edhe pse e ka mbulu kokën me shami, ose e ka mbulu kokën me shami, mirë po ka vesh majic krah shkurt. Për fatkeq, kjo ndodh me të madhe në këtë kohë dhe është prej shenjave të kiametit. Dhe ato gra mos mendojnë se kjo është prej mëkateve të vogla. Pejgamberi alayhis salam i ka quajtur fe innahunna mal'unat, ato janë të mallkuara. Më thonë nuk është prej mëkateve të vogla. Nëse pejgamberi e mallkon një vepër, në këtë rast pejgamberi e mallkon veprën, nuk kemi drejt që dikush që e ka këtë cilësi t'i themi ti e mallkuar, do të bëjmë dallim, domethënë mes mallkimit përgjithshëm dhe mallkimit veçantë. Kryesorja kjo është mëkat i madh. Zhveshja e femrës është mëkat i madh. Dhe edhe tek burrat shfaqja e vretit është mëkat i madh. Mirë, po pse potencojnë femrat? Sepse tek ato do të përhapet shumë kjo. Tek ato do të përhapet më shumë shfaqja e vretit se sa tek burrat. Thot pejgamberi alayhis salam fe innahunna mal'unat, ato janë të mallkuara. Në këtë rast duhet ta tërheq një vrejtje me rëndësi. Pejgamberi alayhis salam këtu ka dhënë gjykim të përgjithshëm. Nuk i lejohet asnjërit që e sheh një femër të tillë t'i thosë se ti je mallkuar. Nuk i lejohet. Edhe kjo ka argument nga hadithet e pejgamberit alayhis salam. Ishte në kohën e pejgamberit alayhis salam një njeri i cili pinte raki dhe sillej që të dënohej, që të kamxhikosej për shkak të këtij mëkati. Në kohën e pejgamberit bëhet fjalë. Një njeri e kish pik dobët rakin, edhe sillej disa herë për t'u kamxhikosur, ndërsa ne e dim se për raki pejgamberi alayhis salam e ka mallkuar atë që e pin, atë që e prodhon, atë që e bart, domethënë disa veta i ka mallkuar se për rakis. E tash kur e sollën për s'di sa herë këtë njeri, e sollën për herën ndoshta 5, 10, Allahu alem, njëri prej sahabëve mo isht hidhruar me këtë njerë dhe tha la'anahullah, Allahi e mallkoft. Ma akthara ma yu'ta bihi, sa shumë është të ardhur për këtë mëkat. Pejgamberi alayhis salam çka i tha? U hidhrua dhe i tha la tal'anhu, mos e mallko. Edhe pse kishte më herët kishte mallkuar për këtë mëkat, mallkim të përgjithshëm pejgamberi alayhis salam. Mirë, po kur erdhi në rast të veçantë i tha mos e mallko, e ndaloi. La tal'anhu fa innahu yuhibbu Allaha wa rasulahu. Mos e mallko se ai e don Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. E pa domethënë aspektin pozitiv të atij njeriu. Andaj nëse dikush vjen dhe na bëhet fraer, thot pejgamberi i ka mallku këto, i ka mallku ato, i themi po, ama kjo është mallkimi i përgjithshëm. Dallon nga mallkimi i veçantë. Shikoj rastin kur ka rasti i veçantë se sa më mëshirë është sjell pejgamberi alayhis salam dhe i ka ndaluar shokët e tij që ta mallkojnë. Andaj kjo është një vërejtje shumë e rëndësishme. Kjo kur folim për mallkimin, mos flasim për shpalljen e njerëzve qafira apo bidatxhi apo diçka tjetër që është edhe më e madhe. Duhet kemi dallim ndërmjet gjykimit përgjithshëm dhe gjykimit veçantë. Nuk do të thonë se një gjykim i përgjithshëm patjetër që të zbres mbi një person të veçantë. Nuk do të thonë një gjë e tillë. Dhe hadithi i dytë që është i njohur po ashtu thot pejgamberi alayhis salam, dy lloje prej banorëve të zjarrit nuk i kam takuar. Lloji i parë është janë disa njerëz të cilët mbajnë si shkopi të lopëve me të cilët i godasin njerëzit dhe është për qëllim dhuna policore në këtë rast. Dhe lloji i dytë është thot femrat e veshura dhe të zhveshura. Femrat e veshura dhe për të cilën pra folëm deri tash. Me kaq po përfundojmë. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.